Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Jemi tani me titujt kryesor. Një e moshuar, Xhemile Metka, 80 vjeç, është mes mira besimtarëve të cilët falën namazin e Kurban Bajramit në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Ajo tregon se e ka praktikuar besimin islam edhe gjatë regjimit komunist kur feja ishte ndaluar. Kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu bëri thirrje për më shumë mirësi, sidomos në një kohë kur bota po përballet me konflikte dhe pasiguri. Urime përcollën politikanë dhe krerë të besimeve të tjera fetare. Shqipëria ka hyrë në një fazë të re të procesit e integrimit me organizimin mbrëm në Bruksel të konferencës ndërqeveritare. Është hapur rruga për fillimin e mbylljes së negociatave. Për të paktën 10 kapituj, qeveria synon që të arrijë këtë deri në fund të këtij viti, ndërsa objektivi politik mbetet antarësimi i plotë i Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha thotë se angazhimi për në Bashkimin Evropian do të vazhdojë edhe më fort pasi të gjitha rrugët të çojnë në Bruksel. Dy efektiv të policisë të Korçës u aksidentuan qëllimisht gjatë një operacioni për kapjen e një shpërndarësi droge në afërsitë fshatit Lumalas. Ata konstatuan njërin prej personave të dyshuar dhe tentuan ta ndalojnë atë, 21 vjeçari Xhenart Laloti, për t'i shpëtuar arrestimit. Goditi automjetin me të cilin udhëtonin dy efektivët. Nga përplasja u lëndua njëri prej tyre, i cili mori vlerësime nga kryepolici Skënder Hita. Arrestohen 2 persona pronari lokalit ku shpërndahej drogë që u shpall në kërkim. Rritja e çmimeve të hidrokarbureve dhe tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme po reflektohen në ulje të konsumit karburanteve. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026 në vend importi i karburanteve ka rënë me rreth 11.000 tonë, ku rënja më e madhe u regjistrua në prill. Bordi i Transparencës ndërkohë uli përsëri çmimet këtë të mërkurë. Sulmet izraelite lanë të paktën 31 të vdekur dhe 40 plagosur në jug të Libanit me Hezbollahun në shënjestër. Sulme pati edhe në Gaza, ku eliminua komandanti i Hamasit, i cilësuar si arkitekti i sulmit terrorist të 7 tetorit 2023. Trump telefonon Netanyahu dhe i kërkon të mos përshkallëzojë veprimet militare, pasi ato do të minonin përpjekjet për marrëveshje me Iranin. Si unë hyrë në botën time është fushata 15 ditore ndërgjegjësuese që po zhvillohet në Tiranë me synimin të luftohen paragjykimet për personat që jetojnë me sklerozë multiple. Report Televizion foli me 28 vjeçaren Wendy Mema, e cila tregon betejën prej vitesh me sëmundjen. Nga lodhja kronike dhe humbja e dëgjimit e deri tek problemet me ekuilibrin, e reja rrëfen vështirësitë e diagnostikimit dhe mungesën e mbështetjes për pacientët në Shqipëri. Lista e parë e trajnerit kombëtares Rolando Maran pritet ketë risi dhe rikthime tek Kuqezint. 2 lojtarë pritet grumbullohen për herë të parë për miqësorët që do të zhvillohen në qershor me sfushori nga Serie B italiane, 22 vjeçari Luis Hasa dhe portieri i Partizanit Pano Circo. Lista përfundimtare bëhet publike të njëjtën kur trajneri do të mbajë edhe një konferencë për shtyp.